është pritur ngrohtë Edi Rama në të tokë. Qindra të rinj kanë preferuar të jenë pjesë e auditorit për të diskutuar dhe reflektuar mbi librin Kurban, mbi të vërtetat e Edi Ramës të rrëfyera në këtë libër, por edhe të zhvillimeve të Tiranës, ashtu si ata e kanë parë Tiranën dhe Shqipërinë në këto vite. Në këtë takim me intelektual dhe të rinjë të reja, i pari që mori fjalën ishte Ali Aliu, një shkrimtar, publicist, eseist e kritik letrar mjaft i njohur, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri e Kosovë, ku veprat e Ali Aliut janë pjesë e bibliotekës shqiptare. Shkrimtari i mirënjohur Aliu vuri theksin ndër të tjerash në fjalën e tij, të ndryshimin radikal i kryeqytetit të shqiptarëve. Tirana filloi të degradohej në këtë plan, jo vetëm si arkitekturë, si qytet, gjatë gjithë viteve 90 dhe në fillim të vjeçarit të tretë e dëgjoj që kryetari i Bashkisë së Tiranës vete Edi Rama, të cilën e njihja vetëm përmes shkrimit. Asaj kohë. Dhe thosha çka po pytesh ti aty, ç'mund të bëj nga ky qytet, ky njeri. Me që me Tiranën isha i lidhur atëherë dhe sot dhe shkoj vazhdimisht, të paktën në 2-3 muaj shkoj nga njerë, në ato vite, në fillim vite, në vjetë kisha edhe një pjesë të familjes ati që shkoj vazhdimisht. Unë nuk u besova syre kur fillova të shoh që porënohen të gjitha ato çka kishin uzurpuar hapësirat e Tiranës. Shinja një kryetar gjatë që bashkë me punëtorët me atë teknikë që rafshon, që ecën, pranë tyre, edhe më duke si një Don Kishot që ç'po bën ky njeri. Aq më shumë kur paka shumë nga leximet e dinja çdo të thotë nga njerëz që konfrontohesh me ta shtrëqytur atë makinë e pare që konsideroj në problematike. Vetë kisha numëruar rreth lanës, kishte ndërtesa deri në 5 kate, do miq të mi më thoshin jo, ka edhe 7 katëshe diku. Nuk e di, nuk jam i sigurt, por për çdo muaj që të shkonje në Tiranë vërenje që po ndodh diçka, po pastrohet Tirana. Dhe kjo çuditërisht u bë me një qetësi, me një elegancë, me një pazhurë pa konflikte. Dhe këtë e vërejtën qytetarët e Tiranës, por e vërejtën edhe të huajt. Në 2002, nëse në tajmen mirë, Edi Rama për kujdesin, për angazhimin e qytetit mori një mirënjohje të nivelit të kombeve të bashkuara. Një vit më vonë, në një konkurrencë ndërkombëtare, mori çmimin e kryebashkiakut më të suksesshëm. 2003. Jo rastësisht, për krejt këtë rrugë që ai filloi të ecë Tiranë. Edhe me atë sa më të veni, krejt ato ngrehina monotone, provoj që të bëjmë një perde, një, si thuash, një ngjyrë më të gëzueshme, të paktën për vizualisht për ta shmangur atë monotoninë. Dhe me njëri tjetrin vazhdimisht thoshim brenda vitit për më shkosh në Tiranë, habitesh çfarë ndryshime ka të mirë ka Tiranë. Edi Rama, në këtë takim shumërisor, ka preferuar që të mos jetë vetëm ai që rrëfen,
por të ndajë mendime dhe opinione mbi të gjithë të pranishmit në auditor. Për ta bërë këtë takim sa më të çlirë dhe interesant, vetë Rama ka zgjedhur formën e organizimit. Besoj se rruga më e mirë për ta kaluar këtë kohë bashku është të bashkëpunojmë dhe unë jam i gatshëm që me aq sa di dhe mundem i përgjigjem gjitha pyetjeve tuaja, që sigurisht mund të jenë për librin, mund të jenë për gjithë shka tjetër, sepse nuk besoj që gjithë ju ta keni lexuar librin dhe nuk keni arsye të thoni që se kam lexuar, po ta keni lexuar. Kështu që ja ku jam, në kemi dispozicion dhe me shumë kënaqësi dhe kuriozitet po pres të dëgjoj pyetjet apo komentet tuaja. Do të nga zoti Rama një sqarim përse kjo figurë dhe cili është mesazhi i kësaj fotografie. Ka lidhje me religionin, po ka lidhje me barbarinë e atyre që therin kafsh duke u ndjerë zotër dhe duke bërë në rastin konkret një kurban laik, nëse mund ta quaj, në derën e një institucioni publik. Pra, bëhet fjalë për një kurban që ka ndodhur, titulli i referohet një ngjarje reale dhe edhe figura i referohet një viktime reale, por duhet lexuar librin për më tutje. Kemi një plan për në të ardhmen si në zgjedhjet drejtave reale që Shqipëria të mos ketë atë hallin që ka pasur kohë më parë me zgjedhjet. Shqipëria ende nuk po ja del të bëjë zgjedhje të lira të ndershme standarde ndërkombëtare, ende nuk po ja del që t'i krijojë mundësi njerëzve të votojnë lirisht, të numërojë votat qetësisht, ndershmërisht dhe me shpejtësi, të nxjerrë rezultatin siç del rezultati i zgjedhjeve në gjitha vendet normale dhe pastaj t'i jap mundësi vetes qeveriset nga ata që zgjedh dhe jo të sundohet nga ata që nuk e lënë të zgjedh. Por, siç e thatë ju, nuk është një fjalë goje dhe nuk është e lehtë. Dhe fakti që është kaq e vështirë tregon për vetë shtira është dhe se sa të forta janë interesat e errta që e mbajnë peng procesin. Vjen shumë mirë që jeni kërkuar dhe pasi që jam duke lexuar librin, desha të cekit dhe se gjatë leximit hasa në shumë përgjigje të pyetjeve që i kisha dhe besoj që e gjeta veten më shumë ose veten time dhe popullin shqiptar si viktima ose si kurbana të një keqeverisjeje dhe besoj që mendoj ashtu se Shqipëria është vetëm se një shtet absolut ku nuk ka as pak pikë demokratie aty dhe pse shqiptarët besojnë që janë në një vend demokratik ku ai bëhet, mund të them me fjalë se është një komunizëm, pasi që kryeministri është i atill dhe mua më duhet të pyes se sa kohë ju duhet i vendisoni shqiptar, për shembull që jetojnë në një vend komunizëm dhe as pak nuk ka demokrati aty dhe derisa t'i bindi njerëzit që kryeministri është, mund të them se nuk është kryeministër i Shqipërisë, por italiano-grek dhe dua të ceki se pasi që nga kjo keqeverisje prekemi dhe ne si shqiptar jashtë Shqipërisë, do me thënë ne që jemi të Maqedonisë ose të Kosovës, pasi që ndikohemi nga kjo dhe a beson tek fjala e urtë se si është populli ashtu është dhe udhëheqësi. Unë do thosha që problemi jonë nuk është se si të bindim shqiptarët për cilësinë e keqe të qeverisë. Problemi jonë është se si të garantojmë që shqiptarët të shprehen lirisht për cilësinë e keqe të qeverisë. Problemi jonë është tek zgjedhjet, tek liria e zgjedhjeve, tek e drejta për të zgjedhur. Dhe në këtë aspekt
unë besoj se shqiptarët në shumicë janë të vetëdijshëm për domosdoshmërinë e ndryshimit të rrugës këtij zhvillimi. Pastaj për pjesën tjetër, unë nuk e ndaj me ju atë idenë që ai është italiano-grek. Unë mendoj që ai bashkëpunon me këtë i dali përpara për interesat e pushtetit, grek, italian, çfarë do qofshin, nuk i shef fare këto probleme, sepse interesi kryesor është pushteti dhe mbajtja e tij. Ky është thelbi i çështjes. Ju në paraqitjet e juaja, pa edhe në libër, i kushtoni një kujdes të veçantë turizmit, bujqësisë dhe blegtorisë. Kjo formë e organizimit të qeverisë shqiptare, ku një ministër përfaqëson rinin, sportin, kulturën, pa edhe turizmin. Ne dim se në këto hapësira tona, fqit tonë, fitojnë me $10 miliona nga turizmi. Maqedonia ka pak blegtori dhe pak turizëm, unë kujtoj se Shqipëria ka shumë turizëm dhe shumë bujqësi dhe blegtori. Dhe a do e modifikoni këtë ministri? Unë, po t'isha kryeministër, jo një t'isha vëndu 3 ministra për turizëm. Ne kemi ministri, po s'kemi ministra dhe kështu që e kemi në rregull të punë. Se, për shembull, nuk e di, ndoshta e keni dëgjuar ministrin e kulturës tonë që doli dhe tha, po negociojmë me Italinë, tha që të sjellim meshtrat e Ismail Qemalit dhe ka marrë, tha, përgjigje pozitive nga pala italiane. Ndërkohë që meshtrat e Ismail Qemalit janë në Vlorë, dhe problemi nuk është që ai nuk e dinte ku ishin meshtrat e Ismail Qemalit vetëm, por problemi është që ai tregonte një prallë sikur po negocionte me një palë tjetër që po i premtonte që do i sillte eshtrat. Ky ishte ministri i kulturës. Kështu që po të kesh ministra të tillë, nuk ka rëndësi sa ministri ke. Si në fund të çdo promovimi të librit Kurban, të shumt kanë qenë ata të rinj të reja dhe intelektual që kanë insistuar të marrin në duar këtë libër të rrëfimit të vërtetave të Edi Ramës, sigurisht me autograf të tij.